Drejtoria e shkollës thotë që e kemi të pamundër të marrim në mësim një nxënës me sindromin Down. Po me çka po përballen këta persona, pra çfarë sfidash kanë gjatë jetës së tyre? Personat me sindromin Down mund të hasin në sfida të ndryshme gjatë jetës. Ndoshta tu fillu ato që neve shumë shpesh si organizat na bien të ballafaqohemi me to është edhe pjesa në fushën e arsimit, ku shumë të shpeshta janë rastet që duhet të mbajmë takime dhe të intervenojmë në një farë forme për qoftë pranimin në shkollat të antarëve të organizatës apo edhe për gjetjen e asistentëve. Kemi raste ndoshta jo në shkollat në Prishtinë, por në rrethin mund të ndodhë raste që shkolla ose drejtoria e shkollës thotë që e kemi të pamundër të marrim në mësim një nxënës me sindromin Down për faktin që nuk ka asistente. Kjo është ajo që është një ndër sfidat ndoshta kryesore që hasen edhe çka ne si organizatë tentojmë që të evitojmë gjatë gjithë kohës, edhe thjesht të avokojmë për të drejtat edhe tregojmë që edhe personat me sindromin Down i kanë të drejtat e tyre dhe duhet patjetër që t'u plotësohen ato të drejta.